Jemi së bashku në këtë lajm të fundit. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Lezhë, ka patur të shtëna me armë zjarri ku dyshohet për 2 viktima. Për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje dhe këtij lajmi të fundit, do të lidhemi me gazetaren e Kronikës në News 24, Gjensila Kodra. Gjensila, përshëndetje, cilat janë informacionet e fundit që kemi rreth kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur në qytetin e Lezhës? Gjensila, më dëgjon? Këto janë pamjet e para nga vendi i ngjarjes. Informacionet paraprake që zotrojmë janë se ka patur të ëna me armë zjarri. Atentati ka ndodhur në Balldre. Nuk dihet ende identiteti i 2 viktimave. Informacionet për këtë ngjarje kanë ardhur minutat e fundit në redaksinë e News 24. Ndërkohë që presim lidhje me gazetaren Gjensila Kodra për të mësuar më shumë rreth ngjarjes. Dyshimet e para janë për 2 viktima, identiteti i të cilëve nuk dihet ende. Gjensila, më dëgjon? Qënguela të përshëndes, në fakt vetëm pak minuta më parë, një atentat me armë zjarri, dyshohet atentat nga grupi hetimor për ai shkollsa edhe rrethanat në vendngjarje janë të tilla, i kanë marrë jetën 2 personave. Janë ende të pa identifikuar plotësisht mund të themi emrat e 2 viktimave, të cilët ndodheshin brenda një automjeti tip Audi Q7 në momentin kur është qelluar nga një tjetër, dyshohet automjet tjetër në lëvizje me breshëri plumbash, i cili është qelluar me breshëri nga persona ende të pa identifikuar nga një tjetër automjet në lëvizje. Nga të dhënat e para që grupi hetimor ka siguruar, dyshohet që viktimat të jenë burrë grua, por ende nuk është bëri mundur identiteti i saktë i tyre. Grupi hetimor ka mbërritur me herë vendngjarje pas të dhënave dhe apo pas njoftimit, mund të themi që ka marrë nga dëshmitar okular dhe kalimtar të rastit, dhe me herë ka nisur tashmë punën për të identifikuar edhe jo vetëm për të bërë të mundur identifikimin e 2 viktimave, por për të bërë të mundur edhe mbledhjen e provave dhe për të identifikuar autorët apo për të zbuluar lëvizjet e tyre. Është ende herët për të folur pra për një dinamik të plotë të kësaj ngjarje, për aq kohë sa grupi hetimor do t'i duhet të sigurojë prova në vendngjarje, po ashtu edhe nëpërmjet kamerave të sigurisë për të zbuluar dinamikën, por edhe lëvizjet që kanë kryer autorët, nëse viktimat janë mbajtur apo jo në vëzhgim, por nga ajo që kanë mundur të sigurojnë, të paktën deri në momentet që ne flasim, duke qenë se ngjarja ka ndodhur në zonën Balldrem, pra të Lezhës, dhe nga të dhënat paraprake që grupi hetimor ka siguruar, duket se ka të bëjë me një atentat të mirëfillt. Në fakt, sipas të dhënave që grupi hetimor ka siguruar po ashtu, është se kjo për shkak në fakt se edhe në pamjet e siguruara pra nga vendngjarja, automjeti tip Audi që qëndron ende në vendngjarje nuk është mundur të hapet ende nga grupi hetimor, por nga ajo çfarë duket ka të bëjë me 2 viktimat, pra një femër dhe një burr. Pra nga të dhënat që grupi hetimor dyshon, ka të bëjë se viktimat janë të njohur dhe të afërm pra me njëri tjetrin, por identitetet e tyre nuk janë mundur të bëhen të saktë, mund të themi, apo të identifikohen të saktë nga grupi hetimor. Gjensila, të falenderoj për informacionet e para që solle për shikuesit e ekranit të News 24. Së bashku do të shkëputemi në këto momente, ndoshta për të lidhur sërisht më pas për informacionet dhe dhënat e fundit që kemi dhe do të kemi për këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Lezhë vetëm pak më parë, ku dyshohet se ka 2 viktima, një burr dhe një grua, pas një atentati dhe pasi është qelluar ndaj një automjeti tip Audi. Këto ishin të dhënat e para që gazetarja e News 24 solli për këtë ngjarje të ndodhur në Balldre të Lezhës, ku dyshohet se kanë mbetur 2 viktima. Dyshimet e para
janë se viktimat kanë qenë burre grua, por identiteti i tyre ende nuk është zbuluar. Do të shkëputemi në këto momente së bashku për të kthyer pas pak nëse do të kemi informacione të reja rreth kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur në Lezhë.